Në rrugicat me gur të Gjirokastrës, aroma e gatimeve tradicionale po shndërrohet në një magnet të vërtet për turistët nga mbar bota. Shijet autentike po u ofrojnë vizitorëve një përvojë krejt të re dhe të paharrueshme. Kemi 2 ditë që qëndrojmë këtu, vizituam qytetin, kalan dhe muzeumet, çdo gjë duket e këndshme, po përveç arkitekturës ne shijuam edhe disa gatime tradicionale, që të them të drejtën emrat si mbaj mend, por shijen e tyre vështirë që do ta harroj. Jemi nga Zvicra, kemi disa ditë këtu. Është hera e parë që po vizitojmë këtë vend, duket mjaft interesant, por ajo që më bëri shumë përshtypje janë recetat e vjetra të gatimeve me shumë shije. Mes njerëzve që i kanë dhënë jetë kësaj tradite është vogëlushe Kardashi. Prej periudhës së pandemisë, ajo la shtetin Helen për t'u rikthyer në vendlindje, ku sot u shërben vendasve dhe të huajve pjata tradicionale sipas recetave të vjetra. Nuk ka kënaqësi më të madhe se të vish, të kthehesh dhe të fillosh në punën tënde. Është gjëja më e mirë që mund të ndodhi. Kjo është periudha që punohet dhe jemi të detyruar që të punojmë dhe deri në orët e vona të darkës, që në mëngjes që vjen turisti dhe kërkon të haj, ai ushqim mos të mungoj. Pastaj dhe vetë si person, unë kur nuk u them dot që nuk e kam, dhe në moment do të asajoj atë ushqim dhe do t'ua jap. Në përgjithësi, për të gjitha ushqimet tradicionale janë shumë të interesuar, të gjithë. Dhe na kanë preferuar. Neve për fillim për mirëseardhjen japim pijen tradicionale, pijen e karafelit që pëlqejnë shumë fare dhe janë shumë të interesuar edhe për ta bler atë pije kur vjen momenti. Dhe pasi han, neve u bëjmë kek tradicional dhe ata ndihen shumë mirë. Gatimet karakteristike me aromë dhe shije të veçantë po u ofrojnë vizitorëve një eksperiencë që nuk e kanë provuar më parë. Vendasit dhe të huajt ndalojnë jo vetëm për të vizituar qytetin e Gurt, por edhe për të shijuar gatimet tradicionale që mbartin historinë dhe kulturën e kësaj zone.